Biznesmeni Ergjys Agasi arrestuar një ditë më parë është takuar mëngjesin e sotëm me avokatin e tij, i cili ka kërkuar të njihet me dosjen e plot. Policia ka kryer kontrolle gjatë natës dhe ka sekuestruar një makinë me të cilën lëvizte Agasi. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është ftuar nga IDU për të bërë pjesë e delegacionit zyrtar të kësaj organizate në konventën kombëtare të Partisë Republikane Amerikane. Aktivitetin bëhet në Dallas të Teksasit më 9 dhe 10 shtator 2026. Njësër institucionesh publike kanë marrë mëngjesin e sotëm një email kërcënues për vendosjen e një bombe. Policia thotë se pas kontrolleve të kryera rezultoi se alarmi ishte i rrem, ndërsa po heton për autorët që fshihen pas këtij akti. Jugu i Shqipërisë nuk po i tërheq të huajt vetëm për pushime, përveç plazheve dhe peizazheve, Bregdeti shqiptar po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion për investime në pasuritë të paluajtshme me Florën, Palasën dhe Dërmiun si zonat më të kërkuara. Ka ndruar jetë në moshën 84 vjeçare Ratko Mladić, ish komandant serb i dënuar për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Bosnjë. I konsideruar si kasapi i Bosnjës, ai akuzohet për masakrimin e 7.000 burrave në Srebrenicë. Një ditë pas përmbytjeve masive në kufirin mes Nepalit dhe Kinës rëndohet bilanci viktimave, sipas autoriteteve vendase janë konfirmuar 389 të vdekur dhe afro 1500 të tjerë të zhdukur, përfshirë shumë turistë. Shikues të televizionit Klani, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të bëjmë së bashku një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të ditës së sotme. Biznesmeni Ergjys Agasi, arrestuar një ditë më parë, është takuar mëngjesin e sotëm me avokatin e tij, i cili tha se do të kërkojë të njihet me dosjen e plot dhe akuzat. Policia ka kryer disa kontrolle gjatë natës së kaluar dhe ka sekuestruar edhe një makinë me të cilën lëvizte Agasi. Teksa biznesmeni Ergjys Agasi arrestuar të mërkurën ndodhet te bloku i sigurisë në pritje të daljes përballë gjykatës, ai u vizitua herët në mëngjes nga avokati i tij Maksim Haxhia. Për mediat ky i fundit tha se po përgatiten për seancën e verifikimit të masës që pritet të mbahet mëngjesin e të premtes, ndërsa mohoi akuzat e SPAK për Agasin. I mbrojtur prej me zoti Agasi pretendon që është jashtë çdo ngarkese juridike, sepse ai nuk ka prekur financat publike, sepse nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë në funksionet e autoriteteve që menaxhojnë financat publike, nuk ka hyrë as në tendera. Avokati shtoi se ata kërkojnë të njihen me dosjen pasi ndryshe nuk mund të bëhet mbrojtje efektive. Ndërkohë, gjatë mbrojtjes së të mërkurës, policia sekuestroi edhe këtë makinë Land Rover në pronësi të Agasit, teksa kreu disa kontrolle. Biznesmeni Ergjys Agasi u arrestua pasditën e të mërkurës në Durrës në zonën e njohur si Plepat, duke lëvizur me një makinë në drejtimin e të cilës ishte ish polici Uljan Shpataraku. Ky i fundit u arrestua për përkrajet e autorit të krimit. SPAK e akuzoi Agasin se qëndron në krye të një grupi kriminal që paracaktonte tendrat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Për këtë dosje në Francë u arrestua biznesmeni tjetër Ermal Beqiraj, i cili akuzohet si bashkëpunëtor i ngushtë i Agasit. Ndërkaq në hetim është edhe ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj dhe ish zëvendës drejtoresha Hava Delibashi për pjesëmarrje në grupin që përcaktonte tenderat duke shkelur barazinë e pjesëmarrësve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se arrestimi i biznesmenit Ergjys Agasi ishte i negociuar. Ai thotë se Rama bëri një marrëveshje për të mbyllur dosjet e tij, ndërsa ftoi agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit që të monitorojnë procesin. Edhe pse e cilëson si zhvillim pozitiv arrestimin e Ergjys Agasit, Sali Berisha në një konferencë për shtyp të posaçme për këtë ngjarje deklaroi i bindur se ai është një arrestim i negociuar. Janë disa elementë, po t'i lidhish bashk, flasin për një arrestim të negociuar. Dhe pastaj bëhet një proces si në rastin e Ilirbeqes. Sapo siç bën me Alqi Bllako, a e din ku është sot? Është këshilltari Harambegaj. Nga informatorët e tij digital, Berisha ka mësuar dhe kush e negocioi arrestimin. Ditën e diel, në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Tauland Balla ka zhvilluar një takim me Ergjys Agasin. A mori përsi për Tauland Balla negociatat me të në emër Trump, nuk mund të them. Por kryedemokrati po ashtu di pse arrestimi i Agasit erdhi në këtë moment, pavarësisht se ishte në kërkim prej 8 muajsh. Arrestimi i Ermal Beqirit në Francë e lakte krejtësisht të zbuluar, u bë pra tepër vulgare
për Edi Ramën, prania e tij e lirë. Kështu që ka shumë mundësi që Rama bëri një marrëveshje me të për ta mbyllur. Edhe në dalje të mëparshme Berisha ka folur për lidhjen e Agasit me drejtuesin e Shishit dhe ministra dhe deputet, për të cilët thotë se ka materiale filmike të cilat deklaron se janë në duart të prokurorisë dhe po fshihen për t'i mbrojtur ata. Ndaj kërkon monitorim të procesit nga agjencinë ndërkombëtare, pasi ka sipas Berishës dhe materiale që çojnë deri në cënimin e sigurisë së vendeve të NATO-s. Partia Demokratike i bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ndërkohë nga mbledhja e Këshillit Kombëtar, Kryedemokrati prezantoi platformën që synon efikasitetin e komunikimit të Partisë Demokratike me anëtarët, si dhe për riorganizimin e strukturave në të gjithë degët. Platforma është projektuar për të aktivizuar strukturën ekzistuese të partisë, jo për ta zëvendësuar atë. Ajo do centralizojë komunikimin, do standardizojë proceset dhe do ofrojë gjurmimin e aktiviteteve në të gjithë organizatën, në të gjithë partitë. Teksa theksoi edhe një herë qëndrimin e Partisë Demokratike për të mbështetur protestën qytetare përpara kryeministrisë që synon rrëzimin e Ramës. Ndaj është detyra jonë si opozitë vërtetë e Shqipërisë që të bëjmë gjithçka që ta çojmë Edi Ramën në dorëheqje, të mbështesim pa kushte protestën heroike. Lideri i opozitës shpreu vendosmërinë për të kundërshtuar draftin e Partisë Socialiste për ndarjen e re territoriale. Deklarata e kryedemokratit Berisha për ish deputetin Alqi Bllako është përgjigjëstruar nga zyra e presidentit të Republikës në një njoftim të presidencës. Thuhet se Alqi Bllako nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është këshilltar i presidentit të Republikës dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me këtë institucion. Zyra e shtypit e presidencës shkruan se është e detyruar të bëjë këtë sqarim për të shmangur çdo keq informim lidhur me përbërjen e kabinetit të presidentit të Republikës. Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha është ftuar këtë të njëjtë nga International Democracy Union për të bërë pjesë e delegacionit zyrtar të kësaj organizate në konventën kombëtare të Partisë Republikane. Aktiviteti mbahet në Dallas të Teksasit më 9 dhe 10 shtator 2026. Në letrën e zyrtarit të datës 7 gusht 2026, sekretarja e përgjithshme dhe drejtoresha ekzekutive e IDU-s konfirmon pjesëmarrjen e Berishës si antar i delegacionit të organizatës në këtë aktivitet. Ky pritet të jetë udhëtimi i parë i liderit të opozitës pas vendimit të qershorit të dash për heqjen e non gratës që ishte vendosur nga administrata Biden ndaj Berishës. Njësër institucionesh publike kanë marrë mëngjesin e sotëm një email kërcënues për vendosjen e një bombe. Policia thotë se pas kontrolleve të kryera, rezultoi se alarmi ishte i rrem, ndërsa pohetohen autorët e këtij akti. Ky mesazh me përmbajtje kërcënuese që paralajmëron për vendosjen e një bombe dërguar në disa institucione përmes emaileve vuri në lëvizje policinë e shtetit. Forcat e rendit kryen kontrolle që erët në mëngjesin e së njëjtës duke përdorur edhe qend antieksploziv. Alarmi për bombë ndër të tjera u dërgua edhe strukturës së posaçme SPA ku u kryen kontrolle për të verifikuar vërtetësinë e tij. Po ashtu, i njëjti mesazh e shkoi edhe gjykatës së Lezhës, ku për disa minuta policia rrethoi hyrjen e saj me shirit dhe verifikoi informacionin. Edhe në gjykatën administrative në Lushnjë, policia kreu kontrolle në të gjithë territorin dhe godin, pas njoftimit për emailin kërcënues. Nga kontrollet, policia tha se nuk ka rezultuar të jetë vendosur bomba, po ndonjë lloj tjetër eksplozivi në institucionet që morën mesazhin, teksa shtoi se pohetohet për identifikimin e autorit apo autorëve. Mesazhi i kërcënues është dërguar përmes kësaj adrese emaili që rezulton të jetë nga një domen universiteti në Argjentinë. Megjithatë, hetuesit besojnë se kjo mund të jetë një formë kamuflimi. Vjojnë të mbeten problematike vatrat e zjarit në qarkun e Dibrës. Një vatër zjari ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha dhe bredha sipër fshatit Slatin. Zjari në fshatin Armoll të Lurës ka djegur 2 shtëpi të pabanuara, por është kufizuar dhe për momentin nuk rrezikohen banesat e tjera. Zjari në Vajkal të Bulqizës vijon edhe pse përgjatë gjithë ditës ka punuar një helikopter dhe mbi 100 forca dhe vijon dhe po afrohet drejt fshatit i favorizuar edhe nga era.
Në malin e Dajtit në Tiranë janë reaktivizuar 3 vatra, ndërhyrjet nga toka dhe ajri gjatë ditës nuk kanë shuar intensitetin e flakëve. Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se deri në orët e mbrëmjes janë raportuar 8 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive, 2 në mbikëqyrje dhe 1 është shuar plotësisht. Bëhet fjalë për atë në Ungrejt Leshës. Një familje shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballet me një tragjedi të rëndë pasi zjarri që përfshiu banesën e tyre në Florida u mori jetën 3 fëmijëve. Në gjendje të rëndë në spital janë edhe 2 fëmijë të tjerë si dhe 2 të rritur. Një tragjedi e rëndë ka goditur një familje shqiptare në Jacksonville të Floridës, ku 3 fëmijë kanë humbur jetën si pasojë një zjarri të fuqishëm që përfshiu banesën e tyre. 4 persona të tjerë, 2 fëmijë dhe 2 të rritur, ndodhen në gjendje kritike në spital. Bilanci është konfirmuar nga autoritetet lokale. Kur ekipet e emergjencës mbërritën në vendin e ngjarjes, kati i parë i banesës ishte përfshirë nga flakët, ndërsa kati i dytë ishte mbushur me tym të dendur. 2 të rritur dhe 2 fëmijë kishin arritur të dilin nga banesa, teksa gjatë kontrollit zjarfiksit gjetën edhe 3 fëmijët e tjerë pa shenja jete. Një fqinjë tha mediave amerikane se banorët e zonës ndihmuan në përpjekjet për shpëtim, duke nxjerrë nga një dritare e katit të dytë një foshnjë dhe një të rritur. Ndërkohë autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit, i cili ende nuk është bërë i ditur. Kanë dalë detaje të reja nga ngjarja e rëndë ndodhur një ditë më parë në Greqi, ku një 44 vjeçare shqiptare u vra me thik nga bashkëshorti i saj. Ai u ka rrëfyer hetuesve se ngjarja ndodhi pasi këtë të njëjtë ajo do të takojë me avokatin për të kërkuar divorcin. 44 vjeçaria shqiptare Esma Meço u vra me thik nga bashkëshorti i saj Bujar Meço një ditë para se ajo të bënte padim për divorc. Detaji u bë i ditur nga avokati e saj, e cila duke folur për mediat greke tregoi se këtë të njëjtë do takohej me 44 vjeçaren për të bërë padinte për të shkuar drejt divorcit. Ndërkohë autori 53 vjeçari Bujar Meço ka rrëfyer për hetuesit se e ka goditur atë në gjendje hutimi, pasi e kishte mërzitur. Ai mori mjekim në spital pasi tentoi vetvrasjen duke pirë pesticide pas goditjes fatale ndaj bashkëshortes. Referuar akt ekspertizës, mediat greke raportojnë se 44 vjeçaria vdiq nga një plagë e shkaktuar nga një thikë kuzhine 20 cm. Goditja ka çuar në gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme në mushkrinë e djathtë, teksa policia është njoftuar nga vajza e çiftit. Djali i tyre ka dërguar në spital viktimën, por pa mundur të japë ndihmën e parë pasi është deklaruar e vdekur. Jugu i Shqipërisë nuk po i tërheq të huajt vetëm për pushime, përveç plazheve dhe peizazheve, Bregdeti shqiptar po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion për investim në pasuri të paluajtshme me Vlorën, Palasën dhe Dërmiun, që janë edhe zonat më të kërkuara. Jugu i Shqipërisë përveç miliona vizitorëve që tërheq çdo vit me plazhe të bukura, po shndrohet edhe në një prej destinacioneve më tërheqëse për të huajt që duan të investojnë në pasuri të paluajtshme. Vlora, Palasa dhe Dërmiu janë zonat ku kërkesa është më e lartë. Kryesisht të huajt po blen apartamente tipologjisë 1+1 dhe 2+1, nisur nga 80 deri në 350.000 euro. Ata kërkojnë më shumë location, akses, pamje, pishin, parkime dhe zona më e preferuar në pjesën e jugut nisur nga Vlora, Radhima, Himara, Palas, Dërmi dhe deri në Sarandë. Pa diskutim që Dërmiu mban lekthemja të pikën më të kërkuar të Bregdetit, Palasa gjithashtu është e kërkuar, por aty kuptohet që çmimet janë pak më të shtrenjta, Saranda dhe Vlora. Agjencitë imobiliare thonë se interes më të lartë po tregojnë shqiptarët e Kosovës, por dhe të huaj veçanërisht nga Gjermania, Italia dhe Ukraina. Nga ana tjetër kemi Kosovën, të cilat janë blerësit kryesorë me potencialin më të lartë, kemi ukrainësit, të cilët kanë pasur një rritje shumë të lartë dhe blerje kohët e fundit, amerikanët, shtetasit shqiptar të Italisë. Nëse dikur kemi patur Europën lindore, tashmë po shikojmë nga Amerika, Kanadaja, Gjermania, Zvicera, Suedia, që kanë një diversifikim nga gjithë bota, të cilët po interesohen për blerjen në Bregdet. Agjencitë imobiliare thonë se në këto zona pronat i justifikojnë më së miri çmimet. Sigurisht këtë vit kemi vënë re një pjekuri dhe një maturi nga klientët blerës, të cilët paraprakisht po kërkojnë informacione të shtuara, po interesohen për ndërtues serioz, kualitativ, po ndërtojnë për projekte të bukura që kanë gjelbërim, që kanë hapësira për fëmijët. Nga ana tjetër, vëmë re që një pjesë edhe klientëve, shqitës në këtë rast, po tregohen tashmë shumë të ftylluar dhe nuk po kalojnë në ato aventurat e dikushme që kërkon një rritje të çmimit të palogjikshme, të parësyeshme dhe dyshifrore. Për pronat që afrojnë një location
një potencial të lartë qiraje, mund të ketë mundësi për rritje çmimi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se shqiptarët nga Kosova janë të parët në listën e të interesuarve për të investuar në tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, me një rritje prej 9 herësh në 5 vitet e fundit, me një portofol që shkon në 107.35 milion euro në vitin 2025 nga 12.28 milion euro që ishte në vitin 2020. Në vendin e dytë renditen italianët me 11% të totalit të investimeve, ndjekur nga gjermanët e amerikanët me 10%, austriakët me 7%, anglezët me 6% dhe të tjerët me 3% ose më pak. Instat vëren një rritje të aksidenteve rrugore nga janari në korrik të këtij viti, ku rastet më të shumta u përkasin të rinjve. Shkaku kryesor janë sjelljet e gabuara të drejtuesve, ndërsa dita me më shumë aksidente është e enjtja. Më shumë aksidente janë regjistruar në vend nga janari në korrik të këtij viti. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instat, në 7 muaj numri aksidenteve u rrit me 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa edhe korriku shënoi më shumë ngjarje rrugore se në 2025, me 165 aksidente, në të cilat 235 persona kanë mbetur të aksidentuar duke humbur jetën ose të plagosur. Rreth 90.3% e aksidenteve rrugore në këtë muaj kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së gabuar të drejtuesve të mjeteve, të cilët nuk respektojnë rregullat e qarkullimit. Sërish të rinjt janë protagonistët kryesor, pasi grup mosha 25 deri në 34 vjeç paraqet numri më të lartë të aksidenteve, duke përbërë 21.8% të numrit total të tyre të regjistruara në këtë periudhë. Tirana regjistroi numrin më të lartë të aksidenteve në korrik me 59 raste, kundrejt 37 një viti më parë. Në kryeqytet u regjistruan 74 viktima ose të plagosur. Qarqet e tjera me bilans negativ pas Tiranës renditen Lezhë, Vlora, Fieri dhe Durrësi. Sipas Instat, numri më i lartë i aksidenteve rrugore është regjistruar në përgjat harkut kohor nga ora 19 deri në 24, duke përbërë 25.5% të numrit total të aksidenteve rrugore. E njëjtja ishte dita me përqindjen më të lartë të aksidenteve me 18.8%, ndërsa e marta ka regjistruar nivelin më të ulët me 12.1%. Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në aksin rrugor Blinisht Fisht të Lezhës. Një automjet tip Audi ka përplasur një 12 vjeçar që po lëvizte me monopatin. Përplasja ka qenë e fortë dhe i mituri, pavarësisht transportimit me urgjencë drejt spitalit, ka humbur jetën gjatë rrugës. Pas përplasjes, automjeti Audi ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal. Në të udhëtonin 3 persona, sipas policisë, nuk kanë pësuar lëndime, ndërsa është shoqëruar për polici drejtuesi i mjetit Audi. Në këtë 33 vjetor, Neptun vjen me dhuratat shumta për të gjithë klientët, për 4 ditë me radhë do të ketë ulje në të gjitha kategoritë. Për vjetorët festojnë gjithmonë, por këtë herë Neptun feston një numër specifik, vitin e 33 si lider i tregut, që i shërben konsumatorit duke sjellë pajisjet elektroshtëpiake dhe teknologjinë e fundit në çdo shtëpi. Numri 33 ka një kuptim të veçantë sepse tregon rritje dhe pjekuri, që për Neptun përkthehet në përvojë dhe ekspertizë për familjet shqiptare. E për ta festuar, sjell një ofertë speciale 4 ditore me ulje të mëdha në çdo kategori. Për të festuar këtë numër të rëndësishëm, do t'i ofrojmë klientëve tanë dhurata vërtet të veçanta, modele të reja, teknologji të fundit dhe shumë kursim. Vetëm në 4 ditë sjellim televizor të vitit 2026, teknologjitë më të fundit, mini LED apo OLED, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, ulje befasuese. Ulje të mëdha ka edhe në të gjitha kategoritë e tjera, përfshirë edhe ato më të kërkuara sezonale si kondicioner apo frigorifer. Ftojmë të gjithë klientët tanë të kapin shansin pikërisht tani për të blerë një kondicioner, pasi çdo model është me ulje që fillon nga 45%. Një ofertë speciale vjen edhe për kuzhinën. Pasi me blerjen e një seti furrë dhe soprim të Beko, ne dhurojmë lavastovigje. Një festë e vërtet vlerësimi për një lidhje të gjatë dhe të qëndrueshme me konsumatorin, e cila tashmë konkretizohet me super mundësi zgjedhjeje. Jemi 33 vite në treg, të cilat i kemi vullosur me ofertën e përsosur, e cila vlen vetëm për 4 ditë. Nëse do t'jesh i pari, sot blerjet janë të vlefshme vetëm online në neptun.al, ndërsa nga nesër, hajde të presim në 31 dyqane Neptun në të gjithë vendin. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.